Ai që për juve sheh muajin, kanë me pa? Muajin, qysh me pa muajin? Që ka shpytja? Qysh do këtë muaj? Muajin me pa? Ta se këna një kore. Na e dim që për janisë është i muaj. Ama me pa musliman. Po qysh do këtë muaj? Po që ta për veti ty, qysh do këtë muaj? A din qysh o musliman? Muaj është hana. Hana është muaj. Me ta njës muaj. Të më thënë, aji që për juve e sheh hanën, muajin, e sheh hanën në Ramadan, muajin në Ramadan. Të më thënë, hana është muaj. Me ta njës muaj. Edhe krejt gjallësat e din që me ta njës muaj, veç na jo, ne e njësë me juni, me juli, me august, na muslimant e kohës sodet, me august. Me kas për thamë kështu, për në popët dhe me të nglatis mirë, plesht e kanë thanë, me ditë, që ka jetu po me dinën tanë. Hinë këshore që kush janë juni, juli, e që për juve shë muajnë. Muaj i muslimanve u kanë hana gjithmonë u kanë hana. Le të gjanë të kush veç një hadith, një ajet, që Rasulullah a.s. ka punu në herë me pas lindjes Krishtit, të herë Allah. E di që ja kum të pru me këta, mirë po edhe e di që rralda keni një, por që ata duhet me dalë dikush që atë pranë, dere sa të marën veshë që kjo nuk është në rregull. Thëtë Allahu Azza yes'elunaka anil ahilla, të pyesin ty o Muhammed për hanat e reja. Hana e reja, çka është puna sajna? Qul, thuaj, hiya mawaqitu linnas, ato hanat e reja janë për përcaktimin e kohës së njerëzve. Njerëzit me ditë që në muaj është. Wal hajj, edhe me ditë njerëzit kur është haqi. Të më thamë me shka? Me hanë. Në cilën muaj dhul hajgje, që shë ka lezu Rasuli a.s. Cilën muaj në haqit. Hanë e haqit. Atë në kur të qojmë haqit në haqje, shkrujmë haqit 2026. Pas lindjes Krishtit, shkruje bilet madhe. E të dinë muslimant, që është pas lindjes Krishtit. Shkruje Allah, këtë nalë ty të muslimani të qunë haqë. Shkruje haqi 1447, 48. Shkruje, që në vetë që është shkruje kalendarën në muslimanve. Ama jo kalendarën, a që po të fundë po të në musliman, e ke pa bojqit, për para, pleshton, kënë thënë që të është edhe pak në rënë koha, se në rënë hana. Koha, gjallësat, këtë e din kur në rënë hana, veç, truni jo në hala nuk i ka marrë veshje, kjo dunja është të caktume, e në resht e kurdist për Rabbul Alamin. Da është e me jetës me ta e kima letë. Jo në kryen veti, grahi kryen veti. Veç dije që të qetë mashtirë. Mashtirë të qetë. Grahi, provoha. Allahu Azza wa Jalla thot, kjo është kalendari, jo në e nisëm muajin. Kjo është dita ju, jo në e nisëm 8. Neve s'na intereson kur lind dielli në 8 janë nisëm. Apo nin në 8 janë nisëm. Mo dielli lind verës shumë më herët, mu në me njës ditën atje, ja, në 8. Mo dimnit, pak ma vombret, ja, në 8, grahe. A të që i bjen kjo, lëzni, kjo i bjen si kura i cili dënë në tu, veç në tënë jo ka shkon uj, po në tënë në këndër tënë ka shkon uj, edhe haj në tënë, veç kur delë në kryet me vetat e me nëzjem dalë. O kjo që shkon për pitë, po shkon, kështu që nëse ditën, që shë ka caktu Allahu Azza wa Jalla me sabahën e të sajna, me para lindjen e diellit e fajë sabahën edhe nisë ditën tane me lindjen e diellit, e ki ditë. Edhe nëse muajnë me muajnë e sajna, e ki muaj. Jo në i gra e kështo, që shto në ta e në ta. Veç tani më stu jem lo dhe shka, këpot shumë e zi që ka bo krejt lasëm bre, qep se krejt lasëm. Të e nisë në 8, s'na interesan në eve kur lind dielli heq, na në 8 janë nisëm. Unë e di që të së në ndryshana musliman. Sa së në ndryshaj, edhe unë janë nisën 8, e di që shtë më thuti, mirë po s'pako, me ditë ku e kemë problemin, Allah, me ti që s'pako, një ditë kur vjen në kute që është në popull që ditë e në rejshti që është, e jo edhe ti në vjen ditë, një ditë vjen në rani ty, që është e banë atë. Më vënë Allah për këto fjallë musliman, po kam qenë me folë që shto që më kuptu shumë alet musliman me lejen Allahu Azza wa Jalla.